Shqipëria në 365 ditë. Ja disa nga momentet kryese të vitit. Viti 2025 ishte një vit zgjedhor i shoqëruar me drejtësinë si kryefjalë që nga janari deri në dhjetor. Spaku dhe hetimet e zyrtarëve të lartë të shtetit kanë qenë në qendër të vëmendjes së opinionit publik që prej fillim vitit me arrestimin e bujshëm të kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Beliaj në shkurt të vitit 2025. Midis këtij tensioni politik si klim parazgjedhore, Shqipëria u përgatit për zgjedhjet e 11 majit. Në këto zgjedhje parlamentare, shqiptarët ju drejtuan kutive të votimit dhe rezultuan me një fitore të thellë të Partisë Socialiste. Kryeministri Rama fitoi për të katërtën herë radhëzi, duke qëndruar në detyrë që prej vitit 2013. E mëtej, Fill pas 11 majit, paralel me protestën e mbajtur nga opozita për rezultatin zgjedhor, Shqipëria mirëpriti samitin e Komunitetit Politik Evropian më 16 maj, i cili mblodhi liderët evropian në Tiranë, një pjesë të tyre për herë të parë. Dhe në planin evropian, Shqipëria shënoi dhe një moment historik për gjatë këtij viti, hapjen e të gjithë grup kapitujve të negociatave me Bashkimin Evropian, një proces i gjatë dhe kompleks, por vendimtar për të ardhmen e vendit. pas zgjedhjeve, viti 2025 u shoqërua shpejt në sfida që shkuan përtej politikës. Vera solli një nga krizat më të forta të viteve të fundit, zjarre masive që përfshin zona të mëdha pyjore dhe rurale nga veriu në jug të vendit, prej të cilave pati një viktim, qindra mijëra bakti të ngordhura, dëme të rënda mjedisore dhe dëme ekonomike që u përllogaritën në rreth 16-17 milion euro. Shqipëria u godit edhe në dimër me përmbytje nga rreshtet e dendura të shirave. Sërish u shënua një viktim, sërish bakti të ngordhura, mijëra hektar tokë të dëmtuar dhe 10 miliona euro dëm ekonomik. Dhe në dhjetor, viti mbyllet ashtu siç edhe nisi. Vëmendje sërish të roshi politika, drejtësia dhe spaku me grupe opozitare në protesta antiqeveritare dhe thirrje për arrestime. 2025 tregoi se Shqipëria vijon të ecë mes ndryshimit dhe qëndrueshmërisë, mes krizave dhe aspiratave, me rekorde turistike dhe paralelisht sondazhe që tregojnë se 1 në 3 shqiptar planifikon të largohet për një jetë të mirë. A do të jetë viti 2026 një zgjatim i kapitujve të pambyllur të negociatave të Shqipërisë me veten, apo vërtet i fillim njëzë?